Besmishtikatet ku në kujtime. Partia që ka të drejtë për të propozuar kryetarin e kuvendit duhet të bëjë gjithë përpjekjet e mundshme për të ndërtuar shumicën parlamentare. Shumica sipas rregullores dhe obligimit që kemi. Unë nuk kam pasur një lëvizje për pritur diçka më ndryshe nga seancat e penduara. Besoj ose më mirë me thamë si duket të jetë me një lejgje që më përdi. Në fakti që s'kom pas në një vizit tjetër. Kështu që kjo është realiteti dhe së. Do të absoroni kryeministra? Po vota jonë është vërinë e kaluar. Edhe besoj që është një votë e cila është përputje me kushtetuesin me ligje. Kushtetuesi vazhdon të jetë. Çka do të bëjë? Zgjidhja besoj unë është partia që ka të drejtë për të propozuar kryetarin e kuvendit duhet të bëjë gjithë përpjekjet e mundshme për të ndërtuar shumicën parlamentare. Shumica parlamentare nuk kupton koalicionin qeverisës, edhe për parlament edhe për qeveri. Kështu ka ndodhur edhe në kaluar. Sheqani besmishtikatet ku në kujtime. Që po ishte konstatim. Ajo që unë po them është, ju duhet të kuptoni që procesi i ndërtimit të institucioneve gjithmonë ka marrë kohën e vet. Pse i mbrapa dhe Sheqani 2014-2017. Nuk është që duke bënë një farë dramë ose banesë. Për faktin sepse i imponuar 2014-2017, sepse jashtë parlamentit janë ndërtuar marrëveshjet politike dhe pastaj në marrëveshjet politike kanë shkuar ndërtuar shumicat. Besoj që kjo do të jetë rruga. Sido që të përfundojnë, në kushdo që të ndërtoj shumicë, kjo është vetëm një rrugë që përmes marrëveshjeve politike të ndërtohet shumica në parlament, e cila shumicë do zgjedhë kryetarin edhe qeverinë. Ai nuk ka shumë punim ajo çka e din qëndrimin e nismë do të jetë kontributin e vet maksimal për të evituar procesin e zgjedhjeve që është e panevojshme, po jo me çdo kusht. Në fundit çfarë sa të dënim. Edhe është interesi i Kosovës që Kosova të ketë sa më shpejt institucionet e veta. Kjo është interesi i qytetarëve, kështu kanë votuar qytetarët kështu rreth. Nevoja dhe kërkesa që kemi sa më shumë probleme, por nëse nuk ka zgjidhje, atëherë ka zgjidhje tjetër. Zgjidhje tjetër janë zgjidhje. Në çdo drejtim ne jemi këtu për të luajtur për të dhënë kontributin tonë në ndërtimin e institucioneve të Republikës. A zot Vilima ka pas ta kem